Në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali ka nisur raundi 3 i regjistrimeve që është edhe i fundit, kur ka mbetur edhe një javë nga ky raund që përmbyllet më 24 tetor, çdo maturant apo kandidat për student ka mundësi të regjistrohet. Ka nisur raundi i fundit i regjistrimeve në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, edhe një javë kohë kanë të gjithë kandidatët për student të ardhshëm të këtij universiteti për të bërë të mundur aplikimet e tyre për programet e studimit që ata dëshirojnë. Ky raund i tretë është për gjithë ata maturantë që ndoshta ende nuk kanë vendosur apo janë të lëkundur dhe duan të zgjedhin një tjetër program studimi. Kuotat janë ende në pritje, një pjesë e tyre, por vjet re që në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali këtë vit të ri akademik do të ketë më shumë student, pasi edhe sipas informacioneve zyrtare pranë sekretarive ka një rritje të numrit të tyre në të gjitha programet e studimit. Ky vit i ri akademik e ka gjetur Universitetin e Vlorës Ismail Qemali me një rritje të numrit të studentëve. Ky trend pozitiv është edhe në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore, ndërsa ka edhe një rritje të numrit të pedagogëve të huaj që janë pjesë e këtyre auditoreve. Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, Miftara Musaçaj, thotë se kurrikulat janë të përshtatshme me tregun e punës. Fillimi i vitit akademik ka gjetur Fakultetin e Shkencave Teknike e Natyrore me një rritje të lehtë të numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar në vitin e parë, me një përkushtim të lartë të stafit për të vijuar procesin akademik dhe me një rritje të numrit të profesorëve jo vetëm të vendas por edhe të huaj me pjesëmarrës në këtë proces dhe në këtë vit akademik. Uroj shumë që studentët tanë të përkrajnë këtë lloj iniciativash dhe të shfrytëzojnë gjitha mundësitë që ju jep diploma e tyre për të bërë specialistë të ardhmes dhe nga ana tjetër për të qasur sa më shumë me tregun e punës. Përkushtimi i stafit akademik dhe jo vetëm akademik qëndron në përshtatjen e kurrikulave tona me tregun e punës për ta bërë sa më të afërt me këtë treg pune në përshtatjen e laboratorëve të inxhinierive apo të degëve të tjera të cilët të biologjistë, kimisë e tjera, të cilat do ta bëjnë studentin më pranë asaj çka ata do të gjejnë në tregun e punës. Për gjitha këto ndihemi mirë dhe një urim për të gjithë studentët, për të gjithë familjet e tyre që kanë besuar universitetin tonë, për të diplomuar fëmijët e tyre dhe për t'u dhënë atyre një drejtim të ri në tregun e punës dhe sukses e studentëve dhe stafit akademik dhe përkushtim në detyrën e tyre madhore për zhvillimin sa më mirë të procesit akademik dhe shkencor. Zvendas dekani e Fakultetit të Shkencave Humane, Entela Vdulaj, thekson se edhe në këtë fakultet ka një rritje të numrit të studentëve krahasuar me një vit më parë. Sipas saj, me raundin e tretë synohet të plotësohen kuotat e mbetura bosh nga 2 raundet e para. Kemi një rritje më të lehtë, domethënë, sesa ishim në intervistën e parë, po dhe krahasuar me vitin e kaluar kemi një rritje më të konsiderueshme. Shpresojmë që me fillimin edhe të raundit të tretë plotësohen të gjitha në mënyrë të plotë dhe më tepër të gjitha programet të cilat pothuajse janë funksionale të hapura. Në raundin e tretë kandidatët për student regjistrimet i bëjnë nëpërmjet sekretarisë dhe jo në sistem. Tani lehtësimi për raundin e tretë është pak a shumë njësoj, por lehtësimi është që të gjitha regjistrimet që bëhen, studentët i bëjnë në sekretari. Nuk i bëjmë më nëpërmjet sistemit, ashtu sikundër ka qenë në 2 raundet e para, por i bëjnë në sekretarit mësimore, gjë që e lehtëson shumë më tepër regjistrimin e tyre. Por cilët kandidat për student mund të regjistrohen në raundin e tretë dhe të fundit? Janë ata kandidatë cilët në 2 raundet e para nuk kanë zgjedhur ose kanë zgjedhur të regjistrohen nga një program të regjistrohen në një program tjetër.